Në zgjedhjet lokale të 12 tetorit, skena politike në Kosovë u shkon nga një garë e ngjeshur që edhe pa fitues absolut, nxori në parë realitetet të reja politike, modele të ndryshme qeverisjeje dhe reflektime të thella të partive. Deklaratat e liderëve dhe analistëve zbulojnë tensionin, strategjinë dhe ambicjet pas çdo rezultati. Fitues apo humbës absolut nuk pati. Ky ishte rezultati i votës qytetare me 12 tetor në Kosovë, ku qytetarët ju drejtuan kutive të votimit për kryetarët e komunave. Dalja në votime ishte në 40%, më e ulët se në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në 21 komuna zgjedhjet përfunduan në rundin e parë, ndërsa në 17 të tjera do të ketë balotazh. Sipas të dhënave preliminare nga KQZ, lëvizja vetëvendosje e fitoi garën pa balotazh në 3 komuna, në Podujev, Kamenic e Shtime. Po aq edhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila fitoi në Ferizaj, Skënderaj dhe Hante Elezit. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi në Lipjan dhe Istok, duke u pasuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që siguroi fitore në Deçan, e Nisma Socialdemokrate në Malishev. Kandidati Ramiz Ladrovci me listën e tij fitoi në Drenas, kurse në Mamush fitoi kandidati për kryetar i Partisë Demokratike Turke të Kosovës. Lista serbe fitoi në 9 komunat e banuara me shumicë serbe. Sa i përket balotazhit, vetëvendosja do të garojë në 12 komuna, LDK në 10, PDK në 6 e Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna. Vetëvendosja e sheh veten si një forcë në rritje, jo vetëm numerikisht, por edhe në përhapje gjeografike dhe ndikim. Deputeti i kësaj partie, Mihail Vajqinovci, për dokumentarin Ekspoze të Gazeta Blec, flet për rritjen progresive të partisë në komuna të rëndësishme. Sipas tij, e gjithë kjo për shkak të mirëqeverisjes. Lëvizja vetëvendosje po bën gati 10 vite që është i ka hyrë garës në nivel komunal dhe nga një komunë që ka pas komunën e Prishtinës, pastaj Prizrenit, pastaj para 4 viteve Kamenicën, Podujevën, Gjilanin edhe Shtimen, tashmë është rikonfirmu mirëqeverisa nga niveli qendror në nivelin lokal, ku komunat të cilat i kemi fituar para 4 viteve në balotazh, sot i kemi fituar prap pa balotazh në këto komuna. Prandaj i kemi fitu 4 komuna që besoj që edhe Gjilani me votat e Margatës nuk do të ketë balotazh dhe jemi në 12 komuna në garë për herë të parë lëvizja vetëvendosje ka shënuar një rritje të jashtëzakonshme në nivelin komunal. E nga Partia Demokratike e Kosovës thonë se janë partia e vetme që ka rritje të votave në kuvendet komunale, krahasuar me vitin 2021. Kryetari i kësaj partie, Memli Krasniqi, thotë se zgjedhjet shpërfaqen qartë se PDK përfaqëson modelin më të mirë të qeverisjes lokale në Kosovë. Krasniqi vjen me një narrativ tjetër, rritja e votës për asamble. Për PDK-n kjo është provë e organizimit të brendshëm dhe punës në terren. Të dielën Kosova foli dhe mesazhi qytetarëve ishte i qartë. PDK është modeli më i mirë i qeverisjes lokale në Kosovë. Këto ishin zgjedhjet e dyta lokale me radhë, në të cilat Partia Demokratike e Kosovës ka dalë fituese, duke marrë besimin qytetar dhe numrin më të madh të asamblezëve, ndërsa kësaj radhe edhe votën popullore. Kjo është një fitore e qytetarëve, e përgjegjësisë dhe punës konkrete që PDK ka dëshmuar me kandidatët e saj anën banë Kosovës e veçanërisht në komunat ku kemi qeverisë. Të dielën kemi marrë mbi 180.000 vota si parti dhe jemi partia e vetme me rritje të votës popullore në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Por kemi edhe mbi 200.000 vota për kandidatët tanë për kryetar, që vërtet tregon për mbështetjen e madhe të qytetarëve të Kosovës për kandidatët tonë gjithandej vendit. Ndërsa sa i përket rezultatit, LDK e sheh si një ringjallje, sidomos në kryeqytet, një pikë strategjike për imazh dhe për pushtet. Për kryetarin e kësaj partie, Lumir Abdigjiku, 12 tetori është 12 komunave të LDK-s. LDK konfirmon se ka fituar, prin dhe është në garë në gjithsej 12 komuna. Pra 12 tetori është i 12 komunave të LDK-s. LDK sonte shpall fitoren në raund të parë në këto komuna. Në Istok shpallën fitoren në raund të parë,
Në Lipjan shpallin fitoren në raund të parë dhe në Junik shpallin fitoren në raund të parë. Urojmë kryetarët e tashëm dhe të arshëm të këtyre komunave për këto fitore, urojmë Ilir Feratin në Istok, urojmë Imri Ahmetin në Lipjan dhe urojmë Rushdi Shehun në Junik. Ky fundit natyrisht me vota të Mërgatës. Renditjen si parti e parë në kryeqytet, Abdi Gjiku ja atribuon punës së kryetarit Përparim Rama. Në Prishtinë, pas 12 vitesh, LDK është parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Pra pas 12 vitesh, LDK-ja kthehet si parti e parë edhe për kandidat, edhe për kuvend komunal. Dhe ky kthimi yni i madh në kryeqytet është shenjë e një pune të madhe të përparimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është një shenjë e forcimit vërtet të LDK-s. Për demokracinë në veprim, rezultati i zgjedhjeve të 12 tetorit është prej më interesantëve në historikun e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Eugen Cakolli bën një analizë të rezultatit nëpër komuna dhe partitë që kanë shkuar në balotazh. Rezultati i zgjedhjeve lokale të 12 tetorit konsideroj që është prej më interesantëve që kemi pasur mbase në historikun e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në radhë parë për shkak të numrit më të madh të komunave që kanë arritur të përfundojnë pa balotazh, ndonse për disa prej tyre ende nuk është definitive, për shkak se ka komuna ku numri i votave jashtë vendit është aq i madh saqë mund të jetë përcaktuar se a do të ketë balotazh ajo. Pra ta zëm ka komuna si ta zëm ajo e Junikut që me votat e diasporës edhe mund përmbyllet pa balotazh fare, ngjashëm sikur komuna e Gjilanit. Por në anën tjetër ka komuna të tjera kur të paktën teorikisht mbi bazën e numrit të votave që janë nga jashtë vendit të regjistruar, edhe pse jo të gjithë votojnë, ekziston mundësia pra që të kemi balotazh në disa prej tyre, si Kamenica dhe disa komuna të tjera. Megjithatë, ajo çfarë karakterizon këtë proces zgjedhor është një garë tejet e ashpër në shumicën e qendrave kryesore. Përjashtu këtu ta zëm në mesin e qendrave të mëdha Ferizajnë që arriti të përmbyllet në raundin e parë. Në anën tjetër, në gjitha komunat e tjera, me përjashtim deri diku të Gjilanit që mund të përfundoj pa balotazh dhe eventualisht të Gjakovës ku dallimi është më i madh, në gjitha komunat tjera gara është jashtëzakonisht e ashpër. Ta zëm në Prishtinë, po flasim për një rezultat që me votat e diasporës nuk është e qartë se cili do të hyjë në garë si i pari e cili si i dyti. Në anën tjetër edhe komunat e tjera ta zëm si ajo e Fushkosovës, Obiliqit, Dragashit dhe një pjesë e mirë e komunave të tjera pa dashur të harrojnë ndonjë prej tyre, pritet të kenë një garë jashtëzakonisht interesante, sidomos në komuna ku kryetari aktual i cili potencialisht garën ka qenë në mandate të një pasnjëshme prej disa vitesh tani, që normalisht ndonse mund të interpretohet si kapital, e bartë me vete edhe rrezikun që të konsiderohet si konsumim i kandidatit për një periudhë kaq të gjatë kohore. Ndërsa nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se procesi ka qenë në standard të lartë të organizimit. Por sipas e Hadmiftare, drejtor ekzekutiv në IKD, rasti në Shqipol të Mitrovicës ishte ai që trazoi ujërat e zgjedhjeve lokale. IKD do të thotë, mund të themi që nga perspektiva jonë kemi pasur një proces zgjedhor i cili është organizuar jashtëzakonisht mirë nga KQZ në një ambient shumë, më të themi, miqësor, ku qytetarët kanë mundur në mënyrë të lirë, pa penguar të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Ajo që mund të themi është që tani më Kosova ka ndërtuar një praktik, një përvojë në standarde të lartë të organizimit të zgjedhjeve, të cilat mund të themi që i kalon ndoshta edhe standardet më të mira ndërkombëtare, që mund të themi që është shembull të thotë jo vetëm para jonë, por edhe për shumë shtete apo vende të tjera. Ajo që ka besoj një farë mënyrë e ndryshoj këtë ishte në fund me ato që ka ndodhur në Shqipëri të Mitrovicës, të cilat besojmë që duhet të hetohen në mënyrë që të zbardhet e vërteta dhe të eliminohen çdo dyshim lidhur me pretendimet që kanë ndodhur në publik. Sipas tij, ky rast duhet zbardhur nga prokuroria e shtetit para balotazhit. Ajo që ka dalë do të thotë në qendrën e votimit në Shqipëri, në Mitrovicë, spaku ajo që po flitet në publik dhe në bazë të informatave tonë që kanë filluar të merren të mbledhen informata, të bëhen hetime lidhur me këtë rast, në farë mënyrë e cënon sadopak, do të themi besimin në proces zgjedhor, po flasim kryesisht vetëm për një
qendrët e votimit në Mitrovic, por që nuk ka ndikim në tërë procesin që ka ndodhur në Republikën e Kosovës. Megjithatë, me vetë faktin që Mitrovica në këtë zgjedhje në një mënyrë po konsiderohet si një qytet i cili është i rëndësishëm pothuajse për çdo partitë politike për ta fituar dhe këto dyshime që dolen në publik, në mënyrë që të evitohen çdo mundësi e keq interpretimit, keq kuptimit, të duhet që prokuroria sa më shpejt që ta trajtojë me profesionalizëm këtë rast, në mënyrë që në familje do thotë para balotazhit të kemi të qartë nëse kemi të bëjmë me probleme teknike, kemi të bëjmë me organizim apo veprimtari që themi ndoshta kriminale që personat e caktuar ose partitë e caktuar kanë dashur në mënyrë ta shfrytëzojnë për të përfituar politikisht, apo thjesht ndoshta do të thotë janë vetëm zëra të cilat nuk janë të mbështetura në fakte, por të gjitha këto besoj që është detyrë e prokurorisë që të jetojë dhe të zbardh para balotazhit dhe para nëntorit kur bëhet balotazhi në këtë qytet. Zgjedhjet lokale nuk nxorën fituese as humbës sipas politologut Dritëro Arifi. Ai për dokumentarin Expose thotë se vetvendosja ka performuar më mirë në këto zgjedhje. Votimi i sovranit na ka tregu disa karakteristika interesante në këto zgjedhje, nuk ka fitues absolut, pa as humbës absolut, pak a shumë është një reflektim i zgjedhjeve të nënshkurtit, por me disa dallime të vogla. Për shembull, në këtë rast vetvendosja ka performuar mirë nga këndvështrimi im sepse për herë të parë ka një zgjerim kaq të madh gjeografik në nivel vendi. Pra, e kemi në 12 komuna në ballotazh dhe nëse nuk dele para apo e dyta ka pak rëndësi ka që performanca atyre po i ka karakterizuar si vendimarrës, pra si faktor, nuk mund të anashkalohen. Dhe kjo i vjen që VV-ja ka fillu të bëhet parti serioze, pra të degëzohet, të shpërndahet, që më herët nuk e ka pas këtë element. Pra mos harrojmë që nga viti 2021, pas zgjedhjeve nacionale në zgjedhjet lokale, ajo ka një fiasko në raport me numrat që kanë pas nivel qendror. Disa tash, edhe pse numrat nuk i kanë ndoshta të nivelit qendror, ndoshta janë më pak se Partia Demokratike dhe LDK-ja, por me zgjerimi janë më mirë se këto dyja. Pra kjo është, unë mendoj që kjo është një element pozitiv për vetvendosjen dhe kjo ndoshta në zgjedhjet lokale nuk do duket shumë e rëndësi për disa, por në zgjedhjet nacionale kjo mund të ketë një reflektim më të mirë. Sipas tij, rezultati thërret për vedije politike e parti duhet të shohin përtej rezultatit numerik dhe të analizojnë cilësinë e fitores apo humbjes. Ai vlerëson se të kurrje të vogël në këto zgjedhje patën LDK e AAK. LDK-ja është pak a shumë ka një të kurrje të vogël, sepse edhe në ato ku ka menduar që i ka bazamentin apo bazën kryesore të votuesve nuk e ka mu. Pra është sfidu pikërisht nga vetvendosja. Njëjtë edhe AAK-ja vetëm një komunë ka fituar bindshëm, ndërsa komuna tjera është sfidu ose nga LDK-ja ose nga vetvendosja. Pra po tregon një një të kurrje të vogël, nuk është ndoshta shumë e madhe, por është një të kurrje e vogël edhe në nivel të asambleve. Kjo duhet të reflektojnë të partitë që të ndryshojnë shumë çka. Pra nuk mundesh të shkosh me mentalitetin e njëjtë në vitin 2025. PDK-ja ka arritur numrat të asamblezëve, por vetëm numra duhet parë ku janë të koncentruar. Pra kjo është një mashtrim optik, sepse mund të kesh numra në Drenaz, Skenderaj dhe Mitrovic, por në komuna tjera është shumë pak relevant ka PDK-ja. Dhe këtë e kanë kuptuar, po s'kan dashur që ta thojnë në publik, dhe kjo duhet të reflektohet, sepse tash kemi dy rrymën, për shembull po themi kushtimisht Urani Smali që nuk e arriti me fitu për kryetar, por arriti me zhvendos PDK në numër 2 në nivel të asambleve. Dhe këto gjëra tash duhet të krahasohen dhe të shihen se ku janë bo ato gabimet dhe ku janë përparësit se dhe çka duhet të ndryshojnë. Po besoj që në këto zgjedhje lokale secila parti ka kuptuar realisht se ku qëndron dhe çka duhet të ndryshojë. Analistja politike Shqipe Pandina procesin e zgjedhjeve e sheh si vazhdimsi jo si revolucion. Votuesi sipas saj është bërë më racional që voton bazuar në punë. Fillimisht ajo që duhet teksuar është se procesi ka shku mirë dhe kjo është një fitore për gjithë qytetarët e Kosovës. Sa i përket rezultatit të zgjedhjeve, unë nuk kam pa ndryshimet në të mëdha nga zgjedhjet e vitit 2021, kështu që nuk mund të themi se ka fitues absolut apo humbës absolut. Në disa komuna ka pas rritje të votës për një parti, derisa në të tjerat për një parti tjetër. Megjithatë, një ngritje të lehtë në nivelin lokal, sa i përket votave edhe për kryetar komune, ka shënuar lëvizja vetvendosje, e cila në një farë mënyrë po etablohet pak a shumë
si një parti stabile dhe po përafrohet rezultati i zgjedhjeve lokale me ato nacionale. Megjithatë, rezultatet e 12 tetorit në nivel komunal duket se sollën edhe befasi në disa komuna. Por për vetëvendosjen s'kishte befasi në rezultatin e zgjedhjeve lokale, teksa shpresat janë përfitore në 12 komunat që janë në balotazh. Unë mendoj që mund të ketë dikun që në për komuna më largë që nuk e kemi ditur se si do të shkojë rezultati, po parafërsisht e kemi ditur që në bazë të performancës së kryetarëve tjerë që nuk kanë treguar rezultate, ne kemi hyrë në balotazh dhe shpresojmë që në 12 komunat jemi fitues. Prishtina e Mitrovica, sipas deputetit Vajqinovci, do të udhëhiqet nga partia, pjesë të cilit është dhe ai. Nuk kisha me dhënë me ndonjë komunë, sepse i bjen që mund të flas për një apo dy, por e di një që Prishtina dhe Mitrovica do të qeverisen nga lëvizja vetëvendosje, por edhe 10 tjerat jam shumë i bindur që po. Duket se për PDK-n befasi ka qenë humbja e Drenasit një nga pasionet e saj, teksa kryetari Krasniqi thot se ajo i ka lënë shije të hidhur. Sipas tij, sikur edhe para 4 vitesh, votuesit në këtë komunë u ndanë në 2 tabore dhe këtë herë fitoi kundër kandidati i PDK-s. Na la një shije të hidhur humbja në Drenas. Ishte përsëritje e situatës e para 4 viteve, kur elektorati ynë u nda në 2 tabore, por këtë herë kundër kandidatit PDK-s e more besimin e qytetarëve. Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim vlerëson se pati befasi në disa komuna sa i përket rezultatit, e që po ashtu befasi mund të sjellë edhe balotazhi. Unë besoj që ka pasur disa befasi. Në radhë të parë, unë konsideroj që befasi është përmbyllja e të paktën 2 prej komunave kryesore në vend pa balotazh. Në këtë rast Ferizaj dhe eventualisht Gjilanit. Së dyti, gara në Mitrovic ka qenë prej garave më të ashpra dhe besoj më të paparashikueshme për te problemeve që ndodhen taza me exit pollet dhe hetime që tani potencialisht mund të jetë duke zhvilluar prokuroria. Por në anën tjetër kemi komuna ku ka pasur përmbysje, ku kryetarët aktual kanë dalë në pozita të dyta, apo partia që ka qenë duke qeverisur ka dalë në pozitë të dyta, ose që kandidatë të tjerë janë afruar me vetëm disa pikë të përqindjes dallim. Prandaj unë besoj që këto zgjedhje kanë pasur befasi, por që ky është besoj vetëm fillimi, sepse balotazhet në Kosovë në përvojën që nga viti 2007 e tutje, por në veçanti nga viti 2013 e tutje, kanë pasur raste të shumta kur ka pasur ndryshim të rezultatit në raundin e dytë, madje edhe në raste kur dallimi mes kandidatit të parë e të dytë ka qenë gati 2 fish më i madh. Për politologun Dritora Arifi, zgjedhjet nuk sollën befasi përpos Gjilanit, siç vlerëson ai. Realisht për mua jo, në asnjë në komunë s'ka pas befasi të theksuar përveç Gjilanit, se kam prit që ka me fitu pa balotazh, por nëse i presim edhe votat e diasporës, potencialisht mund të ndryshojë rezultati. Ndërsa për analistën Pandina ka pasur befasi në disa komuna, teksa përmend Fushë Kosovën, Kamenicën e Podujevën. Disa komuna kanë befasuar, për mu befasia më e madhe ka qenë në Fushë Kosovë. Unë kam pritur që Besnik Osmani të fitoj pa balotazh kësaj here, si dhe fitoria e vetëvendosjes pa balotazh në Kamenicë dhe në Podujevë. Në komuna tjera pak a shumë është rezultati pritur. Por çka pritet nga balotazhi me 9 nëntor, ku nga 2 parti do të përballen në 17 komuna? Nga lëvizja vetëvendosje shprehen të bindur se në 12 komunat që janë në balotazh do të fitojnë. Deputeti Vajqinovci thekson se në Prishtinë do të fitojë lëvizja vetëvendosje, teksa thotë se kandidati i LDK-s ka përkrahjen më të ulët në histori të kryetarëve të Prishtinës. Jam i bindur, e kemi një kryetar aktual i cili ka nivelin më të ulët të përkrahjes në histori të kryetarëve të komunës së Prishtinës. Jemi duke analizuar qytet për qytet, lagje për lagje, se si kemi dalë dhe se çka duhet të veprohet. Nuk mund të jap një deklaratë që apo do të kemi apo nuk do të kemi, por jemi duke analizuar rezultatin zgjedhor dhe do të bëhen gjithçka do të bëhet në të mirën e qytetarëve dhe në përfituarin e lëvizjes vetëvendosje. Po ashtu ai ka përmendur edhe çështjen e Mitrovicës, teksa thotë se do të fitojë kandidati i tyre për kryetar Faton Peci. Çështja e manipulimit e kanë bërë disa media, kanë tentuar ta bëjnë si çështje kinse ka pas, por aty s'ka pas fare manipulim. Manipulimi ka qenë nga mëngjesi deri në mbrëmje, kur ditën e parë është bërë një lloj inxhinieringu
duke tentu të thuhet se Faton Peci do të keni, është dramë e vërtet, duke aluduar që një i ri po fiton dërsa ministri me sukses shumë punë. Prandaj, unë mendoj që ka qenë një luftë speciale ditën e diel nga mëngjesi në mbrëmje nga individ të caktuar, duke thënë se po fiton Partia Demokratike, e që në fakt të dhënat e fundit janë që Faton Peci do deli pari me votat e Partisë me votat e Mërgatës, ndërsa është vetëm 26 vota përpara kandidati i Partisë Demokratike. Sa i përket balotazhit, Memli Krasniqi thotë se do të analizojnë situatën për të vendosur më pas se si do të veprojnë. Për sa i përket balotazheve, unë ende nuk kam diskutuar me degët tona, me kandidatët tonë. Mendoj që do të analizojmë shumë mirë situatën, jo vetëm Prishtinë, gjithkund tjetër. Padyshim tash, ne mund të themi çka dojmë, por kemi nevojë ne për me na mbështet tjerë në komunat ku garojmë. Edhe tjerë kanë me pas nevojë për mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës, por gjitha ndamas, me respektin absolut për çdo komunë, pavarësisht sa e madhe sa e vogël, kryeqyteti është temë në vetvete, e cila do të merrë dhe trajtimin, besoj, meritor, në kohën e duhur, i takon Nuran Ismailit, si kryetar i degës, si kandidat, si njeriu që ka arrit me rrit Partinë Demokratike të Kosovës. Normalisht, unë besoj shumë që Urani ka qenë larg kandidati më i mirë dhe më i duhur për Prishtinën. Për pak nuk ka arrit suksesin që tjetë në balotazh, për çka do të isha i bindur që do të fitonte. Jemi në situatë tjetër cilën parazitash, ashtu sikur dhe në rastet e komunave tjera, i takon Uranit që ta thot fjalën e tij e pastaj ta marrë vendimin bashkë. LDK është mirënjohëse për rezultatin ku është në balotazh, teksa shpreson se do të jetë fituese në ato komuna. LDK është në balotazh dhe në komunat në Vjen, në Fushë Kosovë, rreth 38%, në Soarek rikthehemi në balotazh pas shumë kohësh me 33%, jemi në balotazh në Gjelan dhe jemi në balotazh në komunën e Rahovesit. Jemi të lumtur, jemi falenderues e mirënjohës votuesve e qytetarëve tonë. I urojmë gjithë kryetarët fitues të raundit të parë dhe deri më tani ju themi se ju ishit kandidat të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nga tash tutje jeni kryetar të gjithë qytetarëve tuaj. Ndërsa Eugen Cakolli vlerëson se gara në balotazh është e ashpër dhe për këtë garë merren parasysh edhe koalicionet mes partive politike. Normalisht qenit në pushtet ta zëm për 8-12 vite ndikon drejt për drejt në përcaktimin e qytetarëve, për shkak se është edhe në natyrën e votuesve që shpesh herë të tentojnë vetëm të ndryshojnë sistemin, pa dashur të supozoj që ka arsye le të themi të keqeverisjes ose diçka të ngjashme. Dhe unë besoj që fakti që në disa komuna ku një parti ka qeverisur për një kohë gjatë, ose do të ketë balotazhe për më tepër gara mes kandidatit të parë dhe të dytë, do të jetë e ashpër për shkak se dallimi është maksimalisht 5%. Besoj që kjo tregon që në radhë të parë ka një frymë trend të sfidimit të kryetarëve aktual, por që normalisht me qenë se në balotazh gara fillon pothuajse nga zero dhe janë zakonisht koalicionet në nivelin lokal, por edhe çësia në fushat që e bën dallimin, gara në secilin prej tyre mbetet e hapur dhe asnjëra palë realisht nuk është në avantazh të teksuar. Kurse Miftar Aj nga IKD potencon se balotazhi varet nga marrëveshjet politike mes partive. Për të, gara më e ashpër është në Prishtinë, Mitrovic e Prizren. Tash do të thotë unë besoj që varet prej marrëveshjeve politike që do të bëhen mes partive politike. Me vetë faktin që 3 partit kryesore politike ose 4 do të thotë mund të themi edhe AK-ja këtu janë një numër të madh të qyteteve ku janë në balotazh, ku ka parti politike që janë do të thotë në balotazh si e para në shumë qytete, në shumë qytete të tjera si e dyta, varet do të thotë se si do të jetë marrëveshja politike mes partive politike dhe se sa do të jenë partitë politike në gjendje një mënyrë që ta bindin qytetarin e tyre për të votuar sipas këtyre marrëveshjeve politike. Ajo që është më së qartë që ndër qytetet më të rëndësishme ku do të zhvillohet një garë, mund të themi është Prishtina, është Mitrovica, mund të jetë Prizreni, do të thotë këtu janë 3 qytetet ku mund të themi që ende nuk dihet saktë kush do të jetë fituesi dhe
këto koalicione mes partive politike mund të luajnë rol të rëndësishëm në mënyrë që të thotë secila parti të arrijë atë sokun e vet që ka për të fituar, të thotë zgjedhjet në komunën respektive. Se koalicionet mes partive do të vendosin fituesin në balotazh, mendon edhe politologu Dritëro Arifi. Balotazhi është çështje pak edhe e predispozitave të koalicionit, pra ka shumë të panjohura, varësisht këtu tash niveli qendror ka më shumë e thënë vendimarin, pra a mund të bëjnë koalicion apo jo, sepse gjithçka në Kosovë po lidhet me qeverinë qendrore dhe këtu do të vrehet se parti si do të orientohen. Parti që janë më të afta për të bërë koalicion, atëherë fitoret i kanë të sigurta. Nuk është me rëndësi cili është i pari i dytë, edhe ne po them në balotazh kjo nuk çon pesh. Sipas tij, në Prishtinë ka mundësi të fitojë Lidhja Demokratike e Kosovës. Po sipas gjitha gjasave për shkak të bashkëpunimit dhe një farë mirëbesimit që kanë kriju Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike, po them kjo është ajo rrjedhoja logjike. Nganjëherë në parti politike s'ka logjik, po nga logjika ime se si do duhet të rrjedhshin gjërat, probabiliteti është më i madh që me fitu Lidhja Demokratike. Sa i përket balotazhit, Pantina pret rezultate të ngjashme me atë të vitit 2021. Ngjashëm ka qenë edhe në zgjedhjet e vitit 2021. Dhe unë pres po ashtu që të jetë një rezultat i ngjashëm i vitit 2021, pra pak a shumë të mbetën e qeverisje të njëjtat parti që kanë qeverisur edhe në mandatin e kaluar. E kam fjalën për kryetarët e komunave. Kështu që nuk pres shumë ndryshime të mëdha nga zgjedhjet e vitit 2021. Ajo jep dhe parashikime për fitoren e balotazh në disa komuna. Një rast i tillë është Azëm Peja, po unë prapë besoj se Gazmend Muhaxheri do ta fitojë garën në balotazh. Komuna tjera janë ata që kanë qeverisur më shumë se 2 apo 3 mandate, kanë fituar. Azëm Neli Pjani Mriameti e ka fituar mandatin e 4 pa balotazh. Në Ferizaj po ashtu është konfirmuar në mandatin e tij të 3 Agim Aliu. Pra tashmë votuesin e zgjedhjet lokale është shumë racional dhe i vlerëson punën e kryetarëve nëse kanë qeverisur mirë dhe nuk ka votë ndëshkuese. Edhe në Gjakov do të konfirmohet Ardian Xhini, ajo ku mund të presim ndryshime mund të jetë Suhareka. Sepse aty ka një garë mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Armëndinë e Kosovës dhe kandidati i LDK-s ka performuar shumë mirë. Është ngjarje e ngushtë, megjithatë jam kogjo e bindur se do të fitojë përparim Rama. Zgjedhjet lokale të vitit 2025 nuk kanë fitues të vetëm, por nxorën në pah një maturim të skenës politike dhe të qytetarit kosovar. Nga bastionet që u thyen te komunat që sfidojnë çdo parashikim, Kosova po hyn në një epokë të re ku balotazhi nuk është vetëm matematikë politike, por një reflektim i vërtet i vullnetit qytetar. Në fund mbetet një pyetje e madhe. A do të jenë koalicionet mes partive ato që do të vendosin udhëhec të 17 komunave për 4 vitet e ardhshme?